Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju tregoj se si përgatis unë romstekët krokant dhe plot shije. Do t'ju tregoj hap pas hapi se si përgatiten, ndaj le të fillojmë. Përsi që në nevojiten janë 4 kokra ves, mish të grirë, qep të peraholl, hudhra, sot buke, nenegjik, majdanoz dhe spec djegës, krip, rigon, piper dhe miell. Hedhi mishin e grirë në një tas. Dhe to shtojmë 2 kokra ves. Qepët e grira, majdanosin dhe specin, kripën, hudhrën, nenegjikun, piperin, rigonin dhe miellin. Gjithashtu sotën e bukës. Jemi me duar ose me lugë derisa të formohet një masë e njëtrajtshme për të formuar romstekët. Romstekët i kanë formuar dhe këtu kam një masë të bërë nga vezët e mielli. Do t'i lujmë me këtë masë dhe do t'i lëmë të skuqen derisa ato të bëhen krokante. Ku i kemi romstekët tona janë gati. Nëse provoni këtë recetë, do të doja shumë të më thoni se si u doli në komente. Faleminderit dhe mirupafshim.